Barnat në Kosovë janë mbajtur, se s'po mund të them janë ruajtur. Kostoja e gjithë mbarshme është 1.770.000 euro prapërsisht. Është hap një tender për mbikëqyrjen e punimeve, por nuk është nënshkruar hala një kontratë. Kush është i mbikëqyr punimet këtu? Nuk i kam të gjitha detajet, nuk mund as ta them po as jon atë që ju aluduat. Jemi këtu në Fushë Kosovë për ta bërë përurimin e fillimit të punimeve për depon e re të barnave në Republikën e Kosovës. Që nga privatizimi i Farmedit në vitin 2005, barnat në Kosovë janë mbajtur, se s'po mund të them janë ruajtur, në ambientet të pasigurta, të papërshtatshme me lagështi e rrjedhje uji. Gjithsej punimet do të zgjasin 6 muaj, pra rreth 180 ditë, që do të thotë se aty te viti i ri do ta bëjmë edhe përurimin e objektit të përfunduar, ndërka që kostoja e gjithë mbarshme është 1.770.000 euro prapërsisht. Dhe më në fund po ndërtohet një depo e re qendrore, e cila do të jetë depo moderne, përveç kushteve teknike të cilat do t'i plotësoj, do të jenë të instaluara edhe sisteme të ndryshme digitale që do të mundsojnë përveç ruajtjes së barnave edhe menaxhimin e distribuimin sa më të mirë të tyre, jo vetëm në spitalet tona, po në të gjitha komunat në për QMF e ambulanta në mbar Republikën e Kosovës. Jemi të hipotezë që janë duke u zhvillu punimet këtu, po në bazë të dhonave publike, është hap një tender për mbikëqyrjen e punimeve, por nuk është nënshkruar hala një kontratë, po i shohim disa punime që janë realizuar edhe që janë duke vazhdu. Kush është i mbikëqyr punimet këtu? Për gjitha këto gjëra tjera teknike, ju lutem drejtojuni me shkrim Ministrisë së Shëndetësisë, sepse natyrisht nuk i kam të gjitha detajet dhe do ta merrni përgjigjen e duhur, por prapo e përsëris, ajo që më gëzon është që më në fund, pas më shumë se 20 viteve, Kosova po bëhet me depo qendrore të barnave me kushte moderne, ku barna do të ruhen, do të distribuohen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke ruajtur cilësinë e tyre dhe shëndetin e pacientëve tanë. Kjo po i bën që ju nuk e dini kush do i mbikëqyr punimet. Po unë jam ministër, detyra e ime ka qenë që ky projekt të fillon të realizohet. Nuk mund as ta them po as jon atë që ju aluduat, prandaj po ju them, shkruani dhe siç e keni parë më herët, Ministria e Shëndetësisë në fat rekord ju përgjigjet për gjitha shqetësimet, pyetjet, dilemat që mund t'i kenë.